Një fëmijë 1 vjeçar ka humbur jetën si pasojë e tymit në një shtëpi që është përfshirë nga zjarri në qendër të Prizrenit, ndërsa 3 fëmijë të tjerë kanë shpëtuar dhe po marrin trajtim mjekësor. Specialisti i emergjencës në spitalin e Prizrenit, Kurana Veçgishti, tha se gjendja e 3 fëmijëve që shpëtuan nga zjarri është stabile dhe nën monitorim, ndërsa fëmia i 4 kishte arritur në spital pa shenja jete. Po, rreth ora 10:25 në emergjencën e spitalit përgjithshëm Prizren është sjell një fëmijë pa shenja jete nga një shtëpi që është kapluar nga flaka. Në emergjencë, nga mjeku i emergjencës është konstatuar vdekje e fëmijës nga ky rast. Po ashtu edhe 3 fëmijë janë sjell në repartin e pediatrisë. Ata aktualisht janë duke vazhduar trajtimin në repartin e pediatrisë. Ata kanë pas domethënë intoksikim prej tymit që ka qenë prej flakës atje në shtëpi. Sipas mjekëve pediatër, gjendja e tyre është stabile dhe janë në monitorim. Ndërsa zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi, deklaroi se ndonse shkaqet e këtij zjarri ende nuk dihen, dyshimet janë se zjarri u shkaktua nga energjia elektrike apo ndonjë pajisje elektrike. Sot rreth orës 10 është raportuar për një zjarr në një shtëpi banimi në qendër të qytetit Prizrenit. Si pasojë e zjarrit, një fëmijë moshës rreth 1 vjeçare ka humbur jetën. Dyshohet se kjo ka ardhur si pasojë e tymit. Së pasojë e tymit ka dhe vdekja. 3 fëmijë të tjerë gjithashtu janë shpëtuar dhe larguar nga shtëpia. Një të njëjtit janë dërguar për trajtim mjekësor në emergjencë. Njësitë emergjente që dalën për rastet që janë zjarrtikse të emergjenca dhe policia ka marrë informacion me ne janë ishte drejtim të vendit ngjarjes. Edhe zjarri është lokalizuar plotësisht. Gjithashtu ekipet e njëjta kanë vazhduar të qëndrojnë me qëllim që të kujdesen që të mos përhapet zjarri përsëri. Policia konkretisht hetus nga sektori i analitimeve në bashkëpunim të me prokurorë dhe me ekspertë të zjarrit janë duke punuar që të mbledhen prova dhe dëshmi dhe me qëllim që të arrihet të përfundimit se si ka ardhur te zjarri. Nuk dihen saktësisht, ka dyshime që këta nga rrymë, por nga pajisjet elektrike. Ndërkohë, dëshmitarë që ishin në vendin e ngjarjes thanë se dëgjuan zërat dhe vrapuan të shohin se çfarë po ndodhte dhe panë që shtëpinë e kishte kapluar flaka. Brenda shtëpisë ndodheshin 4 fëmijë, por vetëm 3 arritën t'i shpëtonin dëshmitarët e rastit.